Dhunohet në burg. Erion Veliaj përfundon në spital. Një ngjarje tepër shqetësuese është raportuar ditën e sotme nga ambientet e burgut, ku mbajti paraburgosur ish kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Sipas burimeve të para, Veliaj, i cili ndodhet në burg me urdhër arresti nga SPAK, është sulmuar fizikisht nga një grup të burgosurish me lidhje të dyshuara me grupe kriminale. Incidenti i rënd ka ndodhur gjatë orëve të paradites në ambientet e përbashkëta të burgut, ku Veliaj po shndronte nën masa sigurie pas arrestimit të tij të bujshëm nga SPAK për akuza që lidhen me korrupsion dhe shpërdorim detyre. Burime nga brenda institucionit bëjnë me dije se konflikti ka eskaluar shpejt në dhunë fizike, me ish kryebashkiakun që është sulmuar nga disa persona njëkohësisht. Dëshmitar okular përshkruajnë se gardianët kanë ndërhyrë me vonesë për të ndaluar sulmin, çka ka shkaktuar debate të forta për sigurinë në ambientet e burgut dhe trajtimin e të burgosurve të profilit të lartë. Menjëherë pas sulmit, Veliaj është transportuar me urgjencë në spitalin e burgut, ku sipas raportimeve të para mjekësore, ka pasur dëmtime serioze në fytyrë dhe trup, duke përfshirë gërvizje të thella, mavjosje dhe dyshime për thyrje të hundës. Ministria e Drejtësisë ende nuk ka dalë me një deklaratë zyrtare, por burime nga brenda institucionit konfirmojnë se po kryhet një hetim i brendshëm për të sqaruar rrethanat e sulmit dhe për të identifikuar personat përgjegjës. Gjithashtu, po shqyrtohet mundësia e transferimit të Veliajit në një ambient me siguri më të lartë për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen. Ky incident ka ngjallur reagime të shumta në opinionin publik dhe në qarqet politike. Mbështetësit e Veliajit e shohin këtë si një dëshmi të qartë të sistemit penitenciar për të garantuar sigurinë e të gjithë të burgosurve, pavarësisht profilit politik apo akuzave me të cilat përballen. Ata kërkojnë masa urgjente për të garantuar trajtim të barabartë dhe të sigurt për të gjithë. Po ju, çfarë mendimi keni mbi këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni subscribe.